A është i gatshme vjosa, a ka interes vjosa më këtë dëkë? Edhe për shtrepytin, a kini pas në herë, nëj sinjal, ose nëj komunikimi vjosën, që vjosa është interesu më këtë dëkë? Ose vitura politike, ose me vizita. Do të ka pas sinjalin nga vjosa, ta shë një vjetë për më rikëthile dëkë, Armen. Deri sot që a kom pa, unë që vërë, ma me qenë dhe i gabum. Deri sot që a kom pa, dhe më thonë shumica, vizita dhe pritet i ka nga njerëzit që janë të Lidhës Demokratike të Kosovës. E kuptej entuziazmin e njerëzve, dhe të votuse. Mendoj që për qatë punë shkon sonte. Okej, perfekt. Në regull. Unë për ta shtrejtë si pytje juve, e kuptej entuziazmin e njerëzve, votuzve, elektoratit, pak të në të 140.000 shëndërstarve që kanë të livriz asë një janë nga LDK-ja, e kuptej zamën e madhe të një rgovistit që përtej, që shtatë të dhe ju vetë, s'ka njëri pagabime, që intereso ma shumë ideologjia dhe qëllimi i subjektit, se sa ato personale, jënë gatshme pranu dhe me këti vjosën. Po pyetja shtrot, ashtë e gatshme vjosa më këti LDK? Se opinionin ndërtoj njerës që kanë që me pas subjektin, edhe ato, a është i gatshme vjosa, a ka interes vjosa më këtë dëkë? Edhe për shtrepytin, a kini pas në herë, nëj sinjal, ose nëj komunikimi vjosën, që vjosa është interesu më këtë dëkë? Pozicioni antare kryesis, kryetar dege, ose antare këshillet përgjithshëm, antare kuvendit të LDK-s, neve në bënë rrugovist të devotshëm nëse jemi përbashkus. Definitivisht. Dhe më thonë, çdo kush që ka qëllime me eliminu dikon, mja mohu kontributin tjetret, të drejtin, demokracin, të rrugovist. Të thot që mund të thirë gjëtë një rrugovist. A i mund të jetë antar i partisë, mund të jetë edhe funksioner. Po nëse dikush për qëllime personale, ose për inate, nuk e vlerëson meritokracin, nuk e vlerëson kontributin, ja mohon kontributit tjetër, mendoj që kjo as nuk i kontribon rritjes së LDK-s, por i dëmton edhe dialogut ose ta quaj atij bashkëpunimit në brendshëm politik. E mëse paku, dikush tjetër që dëshiron me u bashkangjit programit dhe me u bashkangjit Lidhës Demokratike të Kosovës nuk duhet të shihet si interes individual. Ne duhet jemi të hapur, konkurrojmë me vlerat që kemë, edhe në fundit është prap elektorati ai i cili vendos. Tash pozitat kanë herë neve na doken që janë jo meritore. Do më thonë po vendos ai i cili e ka përgjithësinë. A ka pas në nivelet politike. A ka pas në ndonjë interesim, tash shtrohet pyetja, shpresoj që son të vjosa e teleu tregon është e gatshëm këtyn LDK, a ka interesim se në intervistën e fundit që ka pas më shumë ka kallëzuar qysh ka dashur Albinin, qysh ka dashur të vendosjen, po qysh ata s'ja kanë ditë ka ardhur puna deri këtu, e shpresoj që son të qartëson. Tash për te interesimit, gatishmërisë të elektoratit, kërkesës së njerëzve, gatishmërinë e juve, kolegëve, si ta s'ka njëri pagabushëm, e kallëzon aspektin filozofik, politik, ka të rrugovizëm, jeni të gatshëm mi fal, jeni të gatshëm mi pranu, mi harru gabimet, thatë që qëllimi kryesor i rrugovizmit është përbashkimi, na dim presidenti ndjehet që i ka trajtuar dhe kundërshtarët e vet politik, sot po na dalin videot e para 25 vjetë, me adem dhe mas me kundërshtarët e vet politik të asaj kohe, me çfarë respekti, me çfarë gentlemanëze, në aspektin gentleman ka se kundrejt kundërshtarëve vet. Armen, a ka pas interesim nervjosa në sinjal që është e gatshëm këtyn LDK? Ju po jeni të gatshëm me fal. Edhe mi thonë, s'ka një të pagabushëm, na po shtrojna pyetje, na po thojna e ka qit, ju në marrë vesh. Unë më ta shtroj pyetjen... Ajo ka pas pozicion kushtetues, që si presidente e vendit ish dashur, dhe më thonë, sepse nuk është që s'ka ndodhë anime, po ish dashur që me pas pozicion të pavarur në raport me subjektet politike. Po në ecjen e saj, mund të them ndoshta viti i fundit, ka pas nuanca kështu të reflektimit, ose të përbashkimit me ato që konsiderohet e djathtë, ta thema mirë, ose rrugovizëm. Ka su sinjale. Armen, këtë qevën e senet bukfalisht në mi thonë. Ka pas sinjale, sepse sinjale është edhe bashkëpunimi me individ caktum, ose me struktura politike, ose me vizita. Do të ka pas sinjalin nga vjosa, ta shë një vjetë për më rikëthile të kë, Armen. Deri sot që a kom pa, unë që vërë, ma me qenë dhe i gabum. Deri sot që a kom pa, të më thonë shumica, vizita dhe pritet i ka nga njerëzit që janë të Lidhës Demokratike të Kosovës. Do të ka pas sinjale, ta shë një vjetë që vjosa është interesuar. Po e shoh që kanë qenë... Sinjale qartë. Po sinjali ndërtohet në raport me atë të cilin ka pas partneritet. Sepse kundërshtimet kanë qenë të mëdha. Ne ju i kujtohet, kur e ka paraqitur raportin vjetor, ku ka thonë që është ka lëndohet partneriteti, o ka luhet bigjaz me fatin e Kosovës, ai ka qenë sinjali qartë që për me mbrojt fatin e Kosovës duhet me qëtë subjekt që e ka mbrojt pe fillimit, pe të nonës dhe deri sot. Okej. Armen, po këthejemi tash edhe një apisë që pas farkullan që... Fund fundit, jemi korrekt, është në vullnetin
edhe në idetë e saj, se si e Si është ajetarën. Po ju meni si sinjalistik ashtu. Ndoshta nuk ka vullnet më marë me qenë pjesë aktive politikës, tash mos ta paragjykojmë. Po trashëgojmë. Po ju kallëzove për sinjale, që keni lexuar sinjale. Mendoj që me afërsinë e ndihmon të djatën edhe ndihmon lidhjen demokratike të Kosovës. Zoti Zemaj, për shumë një afërsi shumë zyrtarëve të LDK-s me Vjosen, e përmendet vetë, pe presin qytetit, ka ashtu pa konspiracione.